Vizitorë nga Greqia kanë shfaqur interes për të vizituar manastirin e Zvërnesit në Vlorë. Ky manastir, që është një nga pikat turistike ku ndërtimi dhe historia e bën një resurs tërheqës, shprehen Kristo dhe Angeliti Patva Dimitri për televizionin Apollon. Gjithashtu, sipas tyre, ky vend është i shenjtë dhe i përket shekullit të 13 e i kushtohet shënmërisë me arkitekturën e tij, që karakterizohet nga element tipik të kishave ortodokse mesjetare, me afreske të ruajtura pjesërisht, si dhe objekte të vjetra fetare, duhet të ishte një destinacion i rëndësishëm i turizmit kulturor. E mendonim ndryshe, prandaj i kërkuam miqve nga Shqipëria, vajza e të cilave edhe pjesë e familjes, të na njohin me vlera unike të manastirit të Zvërnecit, për shkak se vendi ku ndodhet në një ishull të vogël, i mbuluar nga pisha dhe i lidhur me tokën përmes një ure prej druri që përshkon lagunën, ofron një përvojë të veçantë për çdo vizitor. Natyra është e pasur me biodiversitet dhe peizazhin natyror, dhe këto e përbëjnë këtë manastir një destinacion të preferuar për ekoturizëm, për vlerat e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore, si dhe për peizazhin natyror, kanë thënë vizitorët. Më pëlqejnë shumë njerëzit. I poli filotimi. Filoksheni? Janë shumë miqësor. Doja rekomandoni të tjerëve në Greqi, qofshin grek apo arvanitas, për të vizituar manastirin? Θα το λέγατε στην Ελλάδα, τους γεννήσει τους γνωστούς σου να έρθουν εδώ να δουν τον μοναστήρι, λέει. Και τους Έλληνες, τους γνωστούς, και τους Αλβανούς που μένουν στο χωριό μου. Έχει Αλβανούς εκεί μέσα. Do i thoja edhe grekëve thot, edhe shqiptarëve që rrinë aty të fshatit jonë që punonte, do i thosha që ta vinë ta vizitojnë manastirin. Kur thot nga Peloponisi, nga Suli, e vajtur në Korçë, edhe në një vend tjetër do të se su vjen tani, pastaj është aty ku është. Leko. Manastiri i Zvërnecit është një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore në bashkinë Vlorë të Shqipërisë, i ndodhur në një ishull të vogël piktoresk në lagunën e Nartës, i cili përfaqëson një ndërthurje të rrallë të historisë, arkitekturës bizantine dhe bukurisë natyrore të pandryshuar.